Debati në kuvend me krerët e institucioneve të drejtësisë provoi se parlamenti i vendit jo vetëm është i paqartë për rolin e tij në raport me pushtetet e tjera, por, akoma më keq, sillet me to si përfaqësues i halleve personale të deputetëve dhe jo si përfaqësues i problemeve të shoqërisë shqiptare. Deputetët e opozitës u rrështuan të gjithë me pyetjet gatshme të dhëna nga Sali Berisha, duke marrë në pyetje Altin Dumanin për gjëra banale, të cilat po t'ishtin dhe një prokuror pak më i çliruar si tip, mund ta kthente seancën në sken humori me ta. Socialistët, nga ana tjetër, të traumatizuar nga arrestimet dhe lajmet për hetime të reja, ishin si pula të trembura që kërkonin të mos u ndeshej shikimi me prokurorin. Shqyr që Altin Dumani e mban kokën ulur kur flet. Akoma më keq, kur u dëgjua raporti i ILD-s, që është institucioni që duhet kontrollojë drejtësinë. Aty pati një konsensus nga të dy palët për të mos thënë asgjë, me që edhe raporti nuk thoshte asgjë. Sot, dëgjoja Sali Berishën që mburrej se kishin gozhduar Altin Dumanin apo që kishin bërë të paqen krerët e institucioneve të drejtësisë. Në të vërtetë, kuvendi vetëm sa u ka rritur pikët krerëve të institucioneve të drejtësisë, madje veçanërisht Altin Dumanit. Pyetje ndaj tij ishin si pyetje reporterësh që duan të marrin vesh se kush hetohet e pse hetohet, apo edhe më keq, flet rufe e kineze të tipit ç'po bëni me sjelljet e shokut filan. Altin Dumani dhe kush do tjetër në vend të tij me pyetje të tilla mund të argëtonte një javë të tërë në kuvend pa u shqetësuar. Ato nuk janë pyetje që kanë të bëjnë me mënyrën se si funksionon prokuroria apo spaku, por me agjendën ditore të deputetëve dhe kuvendi nuk është drejtoria e kuadrit e spakut. Deputetët duhet shqetësohen për çështje themelore të punës së spakut, që kanë të bëjnë me respektimin prej tij të kodit procedurës penale, të vendimeve detyruese të gjykatës kushtetuese apo të gjykatës lartë për ndalimet, kontrollet e banesave, arrestimet paraprake apo ndërhyrjet me të dhëna personale, çështje që po shkaktojnë drama serioze për standardet e lirive themelore të qytetarëve. Ata duhet debatojnë me spakun se si të përmirësohen praktikat e hetimit, si të kthehet në normalitet shkuarja në spak e figurave të larta politike, si të ndalet mendësia e gjyqeve popullore përmes rrjedhjeve të informacionit në shtyp në mënyrë jo transparente. Vetëm në Shqipëri mund të bëhet 3 ditë lajm nëse do të shkojë apo jo Belinda Balluku për t'u pyetur në spak, ndërkohë që kjo procedurë është një rutinë normale. Shqipëria do të jetë vend normal kur shkuarja e figurave të larta politike në spak të jetë lajm rutinë. Por stili i marrëdhënieve publike të spakut, për ta shpërndar lajmin ilegalisht dhe për të mos e konfirmuar zyrtarisht, sa për të krijuar presion publik, është një dimension i gjyqeve popullore. Deputetët e Kuvendit të Shqipërisë janë aty për të konstatuar dhe për të korrigjuar këto defekte, që kanë të bëjnë me shkeljet ligjore të spakut e jo me punën e tyre ditore. Se kë thret spaku për hetim, sa orë mban, sa herë thret dhe çfarë dosje heton, nuk është objekt i punës kuvendit. Kuvendi as ndikton dot radhën e dosjeve në hetim, as intensitetin e tyre. Ai mund diktoj dhe imponojnë vetëm respektimin e ligjeve të shtetit shqiptar nga spaku dhe institucionet e tjera të drejtësisë. Asnjë pyetje e deputetëve të opozitës apo të pozitës nuk ishte të bënte me këtë gjë, por ishin të mbushura me kureshtje, lajmesh nga spak, sikur të konkuronin me Klodiana Lalën dhe Karamuçon. Në këtë aspekt, njerëzit më komod në Shqipëri janë pikërisht krerët e institucioneve të drejtësisë, pasi ata shesin për presion politik zhurmën idiote të deputetëve në kuvend, apo artikull kritik të shtypit ndaj tyre, që nuk prek fare deformimet ligjore në punën e tyre. Nga ana tjetër, shesin si profesionalizëm pikërisht rezultatet e arritura përmes deformimit të ligjit, dhe ata në sallë u duartrokasin. Në këtë kushte, pushteti i drejtësisë, nëse mund ta quajmë kështu, e ka mundur pushtetin e sovranit në kuvend për shkak të budallallëkut të kuvendit e jo për shkak të punës drejtësisë. Republika e prokurorëve dhe gjyqtarëve të Shqipërisë as nuk ka ku të raportojë për tejkalimin apo shkeljet e pushtetit të saj. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë as nuk kupton detyrën e tij, as nuk kupton detyrat e Republikës prokurorëve dhe gjyqtarëve, dhe as nuk ka ndërmend të vendosi balans midis pushteteve në Shqipëri. Ata sillen thjesht si njerëz të friksuar, nga që e dinë se çfarë kanë bërë. Dhe kur një vendi i bie parlamenti dhe banalizohet pushteti sovranit, mos prisni më as shtet ligjor,
as respekt për drejtat e qytetarëve. Ata i kanë humbur ato drejta që kur kanë votuar për një parlament të gjynjëzuar para pushteteve të tjera informale në vend për shkak të halleve të veta.